Çdo ditë dorëzimi është një ditë gëzimi, sepse I shtohet një klerik, në këtë rast një peshkop, kishës tonë. Dhe padyshim të gjithëve na vjen natyralisht themi fjalët së bashku me psalmistin, si t'ja shpërblejmë Perëndis për gjithçka të mirë që ka bërë për ne. I dashur Ignat, mbas pak Perëndia do thrasi në altar dhe do lutemi që shpirti I shenjtë të vijë me ty. Po dorëzimi I peshkopit ka diçka tjetër më të veçantë. Kur merr shpirtin e shenjtë, këtë mund ta përhapi edhe të tjerët nëpërmjet dorëzimit që ju bën të tjerëve. Dhe prandaj dhe përgjegjësia është akoma më e madhe. Shën Pavli porosit Timotheun dhe I thot: "Biri im Timothe, gjallëroje hirin që të është dhënë me anë të durve të tona." E këto fjalë duhet ja përsërisim vetes shpeshherë. E sot do donja t'ja thonja të zgjedhurit arqimandritit Ignat si peshkop I peshkopatës së hirshme të Amantias, edhe të gjithë të tjerëve. Duhet mos harrojmë që peshkopi është një pasardhës I apostujve, sepse linja e pandërprerë nga apostujt deri tek peshkopët në kishën ortodokse është gjithmonë e vazhdueshme. Dhe detyra e apostujve ishin të dërguar. Po të dërguar për çfarë? Të përhapnin ungjillin, e të përhapnin fjalën e mirë kudo. Sot më shumë se kur bota ka nevojë për këto fjalë të mira, për t'i përhapur me fuqi edhe pa frikë. Citove diçka shumë të mirë, që ai njeri që ka dashuri për Perëndin nuk ka frikë nga njerëzit. Çdo kush që ka frikë Perëndin nuk I trembet njerëzve. Ata që s'kan frikë Perëndis shpeshherë tremben nga njerëzit. Dhe fuqia që na jep dashuria për Perëndis është shumë e rëndësishme. Nëse do të duam Perëndin, dhe që është shumë e rëndësishme, dhe madje në episodin e ungjillit, Zoti I kërkon Shën Pjetrit përpara se të japi detyrën për të kullotur grigjen 3 pyetje. Simoni biri I Jonait, a më do më shumë se këta të tjerët? A nëse do të kemi këtë përgjigje, po Zot të dua, asgjë nuk mund ta pengojë. Si shkruan Shën Pavli tek letra e Romanëve, çdo gjë bashkëvepron për të mirë për ata që e duan Perëndin. Le të përpiqemi ta duam Perëndin me gjithë shpirtin ton, se vetëm kështu ne mund ta përhapim ungjillin dhe këtë të tjerët. Por përhapja e ungjillit nëpërmjet dashurisë ka disa faza. Shëni Angojarti, një nga shenjtarët më të mëdhenj të kishës tonë, thonte për peshkopët kështu: që dikush të bëhet peshkop duhet ditë 2 gjëra. Duhet ditë të qërtoj e duhet ditë të fali. E të dyja këto gjëra vijnë nga dashuria, sepse nëse ne do I duam njerëzit do I qërtojmë. Padyshim që do I qërtojmë me dashuri, po do I qërtojmë për t'i mësuar. Prindi që e do fëmin dhe shikon rrugë të gabuar e qërton atë, jo sepse nuk e do, po sepse e do. Prandaj dhe shkrimi I shenjtë thot që unë I dua ato që I qërtoj, thot Perëndia. Dhe më e rëndësishmja është këtë fuqinë dhe për të falur. Sepse nëse nuk falim të tjerët do thot që nuk kemi dashuri. Nëse do duam Perëndin, do I duam gjithë njerëzit. Dhe dashuria për Perëndis është pikërisht burimi I veprës apostolike. Shën Pavli jep shumë këshilla mbi peshkopët, që janë shumë të rëndësishme për gjithë secilin nga ne. Një diçka tjetër shumë e rëndësishme është shërbimi. Ti e ke treguar shërbimin me të cilin I shërbeve peshkopit tënd për një kohë të gjatë me dashuri dhe përkushtim. Nëse njëri ditë shërbej, ai mund të ketë gjithmonë sukses. Sepse edhe vetë Zoti kështu tha: "Nuk erdha që të më shërbejnë, po erdha që të shërbej." Detyra e peshkopit është pikërisht që të shërbej, jo të sundoj. Shërbimi është shumë I rëndësishëm, sepse njerëzit ka nevojë për shërbimin, me anë të fjalës, me anë të veprave, me anë të mbështetjes e me gjithçka tjetër. Dhe fjalët janë shumë të rëndësishme. Detyra e apostujve ishte pikërisht fjala për të përhapur ungjillin. Në veprat e apostujve është një episod kur apostujt mblidhen e thonë që nuk është mirë dhe drejt për ne që të shërbejmë në për trueza, sepse I shërbenin të varfërve për të ushqyer e të lëmë një anë fjalën e Perëndis. Dhe kështu caktuan disa
dhjakon për të bërë këtë detyrë dhe ata të vazhdonin ungjillizimin me anë të fjalës. Po fjalët duhet burojnë nga i zemër e pastër, sepse njeriu nuk mëson vetëm ato që thot, po mëson me atë që është. Po i njëjti shenjti i madh, Shënia Ngojarti thot kështu: ashtu si është muzikanti që me harmoninë e notave i ngre lart shpirtat njerëzor në një dimension tjetër, ashtu edhe peshkopi duhet i ketë harmoninë e fjalëve që t'i ngrejë shpirtat drejt qiellit. E kjo është një detyrë shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne. Unë lutem dhe besoj që ti je përgatitur për këtë punë. Përgatitur nuk do të thotë që jemi gati. Përgatitur do thotë që jemi të përulur, dhe përulësia është ajo që sjell hirin e Shpirtit të Shenjtë. Në një mendje dhe zemër krenare nuk qëndron hiri i Shpirtit të Shenjtë. Çfarëdo që të bëjë një mendje krenare nuk do sjellë ndërtim, siç cituat në fjalimin tuaj, thënien e Shën Vasilit, që edhe kur thot diçka që duket e drejtë, krenari shkatëron. Vetëm fjalët e të përunjurit që do Perëndin janë fjalë që ndërtojnë. Mundohu që të qëndrosh gjithmonë në këto fjalë, e të qëndrosh pranë Perëndis, e padyshim hiri i Perëndis do i plotësoj gjithë mangësitë tona. Lutem dhe uroj që Perëndia peshkopin e ri që do bëhet ta ndriçojë, ta bekojë e ta shenjtërojë. Amin.